I vogël, por qëllimi i krijimit hyjnorje. Prandaj s'të gjendet fundi dhe fund nuk e. Ti, më i bukur i varg i poezisë së fuqisë hyjnore. Ti, enigme pas bërthyer e krijimit të dorës mjeshtërore. Natyra robi yt, gjithë sendet i ka shtrirë në dorë, po thuaj, në sabota me qafë të përkullur i burgosur i urdhrave të tua. Gjërat që e bëjnë femrën më të lartë se engjujt dhe e shndrojnë një margaritar të pashojsh janë thellësia e botës së brendshme, nderi dhe serioziteti. Femra që luan me nderin është si një monell pa vlerë, kurse femra jo serioze është si një kukull në duart të tjerëve. A mund të flitet pastaj për fole të lumtur e brez të shëndosh? Mirësia e çdo kujt fle në zemër. Të jesh i tillë kurrë turp mos ki. I mirë dot në qofsh nuk është dobësi, por është mbi emri, i emrit tënd, njeri. Netët janë si sheshe të hapura për zhvillimin e njeriut dhe për përgatitjet e lumturisë së njerëzimit. Në gjithë këtë mitër të errët, janë barsur dhe zhvilluar ide të më të larta dhe janë shkruar vepra të më të arrira, të cilat janë ofruar në shërbim të vetë njeriut. Islami është feja e përpjekjes, feja e drejtë. Është heroizëm të jesh musliman i vërtet. Frikacakërin, shpirt vogëlsin, nuk i nxë shpirti islam. Librin e Allahut po ta sjell dëshmitar, jam musliman. Çdo lule që suitet, vyshket, çdo mendje që skalitet, ndryshket. Bukuria e vërtet gjendet e morali, mirësia dhe shkëlqimi i vërtet në sjellje. Mos e lejo pikëdhimin të mbyll dyert e lumturisë. Kur të pushtoj brënga e shqetësimit thuaj, La ilahe illallah. Dhe mos thuaj asnjëherë, o Zot, po më mbyt kjo breng, por thuaj, o breng, unë mbështetem tek i gjithë fuqishmi, para të cilit çdo hall e çdo vështirësi është e papërfillshme. Ti kthesh në djerë fushat e kodrat, ti katandisësh kopshet e vreshtat në plerishte, është rënjën e përpambetje. Ndërsa ta kultivosh tokën e ta bësh atë pjedhore me kopshte e vreshta, është përparim. Vendi i kombeve të përparuara është parajs, malet, vreshta, kurse faltoret, po thuaj se çdo njëra pallati shkëlqyer. Jeta është një udhë me shtigje plot. Ti, o njeri shtektar, udhën e shtigjeve po merr sot. Jeta është një udhë me shtigje pambarim. Mos thosh shtigjet e saj, më pas nisu për shtektim. Ata që i gëzojnë ushqimet dhe pasurisë janë si fëmijët që mashtrohen me çkrima, ndërsa të mëdhejt e botës i gëzohen punës që ka fryte në të dyja botët. Pesë janë hapat e turisë. E para është heshtja, e dyta dëgjimi me vëmendje, e treta mësimi asaj që thuhet, e katërta të punuarit me të, dhe e pesta përhapja e saj.
Kultura është një burim i rëndësishëm, të cilit i drejtohet rregullisht një kombi gjatë procesit të zhvillimit dhe përparimit të vet. Në atë vijë që është e përshtatshme, mes harmonisë dhe orientimit të jetës së kombit dhe kthjellësisë së burimeve të kulturës, ka ekzistuar gjithmonë një lidhje ngushtë. Ditëlindja e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Kur lindi profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, të gjithë u çuditën nga emri që i propozoi gjyshi i tij. Pasi emri Muhammed, që do të thotë i lavdëruar, nuk ishte dëgjuar në Mekë deri në atë kohë. Dhe kur e pyetën se pse po propozonte këtë emër, ai sikur të ishte frymëzuar për Zotit u përgjigj: "Unë dua që ai t'i lëvdohet në tokë nga banorët e tokës, edhe të lëvdohet në qiell nga banorët e qiellit." Mos nxirrja zhderës lypsarin duar that, se ndoshta zë dyart dhe ti si ingrat. Për zemër së muret rufe dashuri, se ndoshta një ditë së muresh dhe ti. Kujt vuan të jepi gëzim peshqesh, kujto atë ditë kur vuajtje të të kesh. Në atë botë, për të shpëtuar të keqes që gatoi me dorën e tij, njeriu do dëshironte të jepte gjithë botën, madje shumë më tepër se aq. Po çmimi aq i shtrenjtë i asaj dite është shumë i lirë në këtë botë. Ajo që Zoti kërkon për njeriu është që ai të njohë atë dhe të ecë rrugës së tij. Shpëtimi mund të arrihet qoftë edhe me një gjysmë hurme, të dhënë vetëm për hir të tij në këtë botë. Profeti a.s. ka thënë: kush dëshiron të di se ç'pozit gëzonte Zoti i madhëruar, le të pyesë veten se ç'vend të zë Zoti në zemrën dhe në jetën e tij. Duke mos ia ditur vlerën, shumë njerëz lën shëndetin në kërkim të paras, po këtyre madje pa kaluar një kohë gjatë, do të duhet të lënë parat për të fituar shëndetin, sikur të kthehej ai sërish. Është njerëzore që ndonjëherë ta ndjejmë veten të fyer, të lënduar, por kjo nuk duhet të na shuaj dashurinë dhe mshurinë, me të cilën më parë donim atë që na shkaktoi dhimbje. Duhet të përpiqemi për herë që të hedhim një hap më përpara se miqtë tanë, që t'i mbajmë në lidhje të gjalla dhe të vijueshme. Edhe të mos harrojmë se çelësi i marrëdhënieve të mira qëndron pikërisht tek të duruarit, dhe jo tek të nxituarit, tek të dhënit dhe jo tek të kërkuarit, tek të falurit dhe jo tek hakmarrja. Jo gjithmonë koha bukurinë e fshin, apo e prekin lotin dhe jeta plot mundin. Nëna ime 60 vjeç ka mbushur, e sa më shumë e shoh, më shumë më duket e bukur. Kush jep përgjigje pa mendim, të shumtat fjali ka gabim. O fol si flet njeriu me mend, o hesht si kafshët rri në vend. Astronomia vjen me njëherë pas gjithçkaje që çdo individ duhet të di nga rregullat e fesë, sepse kjo shkencë i mundëson njeriu të arrijë te prova e njohshmërisë së Zotit, e fuqisë dhe përsosmërisë së veprës së tij. Nuk kam parë rehati, vetëse në vetmi. As siguri nuk e kam ndjerë, vetëse me ibadet. Dashuria nuk meritohet pa besnikëri, e as besimi nuk arrihet pa sinqeritet. Pasqyra sheh gjithçka veç vetes, zjarri djeg gjithçka veç vetes, shiu lag gjithçka veç vetes.